Ballem Sultani përkujtohet çdo vit në 29 qershor në vendin e shenjtë që mban dhe emrin e tij në krahinën e Martaneshit. I pozicionuar në një vend strategjik në mes të malit, por dhe në një zonë me bukuri të shumta natyrore, kjo festë e rëndësishme për Bektashinjt mbledh çdo vit mijëra besimtar, e për t'i paraprirë mbarvajtjes së pelegrinazhit janë kujdesur të gjithë. Vetë kryegjyshi botror i bektashizmit Haxhi Dede Babamondi ka qenë i pranishëm në vendin e shenjtë, ku bëri të ditur dhe marrjen e të gjitha masave. Presim të vinë vizitorë nga gjithë Shqipëria për të marrë bekimin dhe uratën e këtij vendi. Siç dihet, Ballem Sultani shpirti i dytë i bektashive, një shenjtor i madh që ka dhënë dritë njerëzimit, dhe për të dritë njerëzit vinë për të marrë uratë dhe bekim për të përballuar vështirësitë e kësaj bote. U ndan detyrat si për rrugët, rregullimin e rrugës Thekën Ballej, Len Ballej, po dhe të Bizës, njëkohësisht edhe për punë të tjera, sistemimin e ambienteve, që gjithçka të jetë gati për 29 qershorin. Ballem Sultani është personaliteti më i madh pas Haxhi Bektashit dhe konsiderohet si piri i dytë në bektashizëm. Historia e tij përket viteve 1600, ku lutjet për shërimin e mbretit Bajaziti i dytë u pranuan. Edhe sot besimtarët shkojnë në vendin e shenjtë në Ballem Sultan, ku luten e gjejnë shërim për hallet e problemet e tyre. Të shumt janë ata që vendosin ta kalojnë natën aty, në shpellën disi mistike pranë mezareve, ku temperaturat qëndrojnë njësoj si në dimër ashtu edhe në verë. Dikur të vjetrit tregonin mjaft histori për këtë vend, duke e bërë edhe më tërheqës. Ata tregonin se nëse ecën në këtë shpellë për ditë me radhë, ajo të nxjerrë në Stamboll. Por këto mbeten vetëm legjenda pasi askush nuk e ka provuar një gjë të tillë, ndërsa realitet janë mrekullitë që kanë përjetuar njerëzit që kanë vizituar e besuar në këtë vend.